Të gjitha ndeshjet e javës së 7 të kampionatit të kalorisë së parë në futboll do të zhvillohen të dielën e 19 tetorit. Kjo javë ka rezervuar ekipit të Burrelit një transfer të vështirë pasi do të luajë kundër ekipit të Apollonisë së Fierit, skuadër kjo e cila ka një pikë më shumë se matjanët. Megjithatë, djemtë e besuar të teknikut Samuel Nikaj do të kërkojnë rezultat pozitiv, nisur edhe nga fakti për ngjitjen sa më lart në tabelën klasifikuese. Formacioni kryesor në këtë përballje do të jetë i plot pasi nuk u aktivizua i gjithë në ndeshjen e fundjavës luajtur për Kupën e Shqipërisë ndaj skuadrës së Shirokës. Ekipi matjan ka marrë këtë të shtunë udhëzimet e fundit për të qenë gati në përballjen e së dielës në Fier kundër skuadrës vendase të Apollonisë, e cila aktualisht mban vendin e 4 në tabelë me 9 pikë, ndërsa Burreli vendin e 7 me 8 pikë të grumbulluara deri tani. Përballjet e tjera që do të luhen nesër të gjitha në orën 14 janë Kukës Ilaçi, Luftëtari Skënderbeu, Besa Pogradeci, Kastrioti Iliria dhe Korabi Lushnja.